Kjo është pamja e bulevardit Dëshmorët e Kombit në prag të vizitës së Papa Franceskut. Janë portrete të priftërinjve të Kishës Katolike të martirizuar nga diktatura. Në këtë bulevard që quhet Bulevardi i Dëshmorëve, kemi varur edhe portrete të disa dëshmorëve në fakt të tjerë, të veçantë, të cilët janë martirë, priftërinj të Kishës Katolike, por jo vetëm, edhe civil, por të cilët të gjithë kanë qenë dëshmorë, të cilët nuk ranë me armë në dorë, por ranë para armëve që ju drejtuan atyre kur ju kërkuat hiqej dorë nga besimi, nga liria e besimit dhe mendjes. Ministria e Kulturës Mirela Kumbaro është shprehur se ky dekor në bulevard u ideua nga kryeministri Rama dhe u shqyrtua nga Komisioni për përgatitjet e vizitës së Papës në bashkëpunim me protokollin e Vatikanit. Gjithashtu Kumbaro prezantoi edhe programin e aktiviteteve që do të zhvillohen me rastin e vizitës së Papës në Shqipëri.